Mund të shkojnë në 30 sot. Zylfi. Vjen krocimi, largon Prençi, goditja nga distanca. Tentimi parë për sot. I lehtë për portierin Smakiqi. Tjetër shans për të arkuar. Vjen krocimi. Në shtyllën e 2 topi shansi këtu Ilyasa Zylfi. Zylfi goditja. Lart mbi port. Rasti më i mirë gjithsesi Duagjinit deri më tani. Ilyasa Zylfi, kombinimi me Isufin. Topi i humbur rasti tani për Prishtinën e re. Kjo goditje. Shkon jashtë. Tentimi i parë për sot nga vendasit. E dërgon në krah. Dobratici, shansi tani Dobratici çojmë. Shtylla shpëton skuadrën e Dugagjinit. E pabesueshme. Isufi, provon gjeja hapësirë, Tieniti Isufi nga distanca, çfarë tentimi! Intervenon Smakiqi, një goditje fort bomb. Mirë po nuk shkon në rjetë sepse Smakiqi është aty. Baholli, nisët ai, goditja është direkte, intervenon Lekaj. Betët 0-0. Morina dhe Kallit në shtyllën e dytë. Topi për Basit Kallit, shansi këtu Basit Kallit. Jashtë. E mbyllët këtu 0-0, ashtu siç nisi, ashtu përfundon.